Arresti kardiak, çfarë është, pse ndodh dhe pse minutat e para janë vendimtare? Arresti kardiak është një nga emergjencat më të rënda mjekësore dhe një nga shkaqet kryesore të vdekjeve të papritura në mbar botën. Ndodh kur zemra ndalon papritur së rahuri në mënyrë efektive, duke bërë që gjaku të mos qarkullojë më drejt trurit dhe organeve të tjera jetike. Brenda pak minutash, mungesa e oksigjenit mund të shkaktojë dëm të parikthyeeshëm dhe nëse nuk ndërhyet menjëherë, vdekje. Mungesa e oksigjenit mund të shkaktojë dëm të parikuperueshëm. Mungesa e oksigjenit mund të shkaktojë dëm të parikthyeeshëm dhe nëse nuk ndërhyet menjëherë, vdekje. Çfarë shkakton arrestin kardiak? Arresti kardiak mund të shkaktohet nga shumë faktorë, por zakonisht lidhet me çrregullime elektrike të zemrës. Ja disa nga shkaqet më të zakonshme: aritmitë e rënda kardiake. Shkaku më i shpejtë është një ritëm i çrregullt dhe i rrezikshëm i zemrës, si zemra dridhet pa pompuar gjak. Fibrilacioni ventrikular. Takikardia ventrikulare, zemra rreh shumë shpejt dhe humbet funksionin e saj. Këto çrregullime vijnë shpesh papritur, edhe tek njerëz që nuk kanë pasur simptoma më parë. Infarkti miokardit, ataku në zemër, një bllokim i arterjes së zemrës mund të shkaktojë dëme të rënda dhe të çojë në arrest kardiak. Në shumë raste arresti ndodh gjatë ose menjëherë pas një infarkti. Sëmundjet e padiagnostikuara të zemrës. Kardiomiopatia, zmadhimi i zemrës, defektet e lindura të zemrës dhe sëmundjet gjenetike që prekin ritmin janë ndër shkaqet që shpesh zbulohen vetëm pas një episodi. Shkaktar të jashtëm, arresti kardiak mund të ndodhë edhe për arsye që nuk lidhen drejt për drejt me sëmundjet e zemrës, si mbidozë me drogë ose alkool, goditje elektrike, alergji të rënda, çrregullime të rënda të elektroliteve, trauma të forta fizike, stresi ekstrem fizik dhe emocional. Në raste të ralla, një stres shumë i madh emocional ose fizik mund të shkaktojë një reagim të tepruar të sistemit nervor dhe të çojë në arrest kardiak, veçanërisht tek individët me predispozicion. Simptomat që i paraprim arrestit kardiak. Shpesh arresti ndodh pa paralajmërim, por në disa raste paraqitet nga marramendje papritur, humbje të dijes, dhimbje fort gjoksi, rrahje të çrregullta të zemrës, vështirësi në frymarrje, por edhe kur shfaqen simptomat mund të jenë shumë të shpeshta dhe të paqarta. Pse minutat e para janë vendimtare? Pa qarkullim gjaku, truri fillon të dëmtohet pas 4-6 minutash, ndërhyrja e shpejtë është jetike, thirrja e ambulancës, masazh kardiak, CPR, përdorimi i defibrilatorit, AED dhe nëse është i disponueshëm, sa më shpejt ndërhyrja aq më të larta janë shanset për mbijetesë.